Pas përfundimit të festave të fundvitit, qytetarë të shumë po largohen drejt shtetit Helen ku jetojnë dhe punojnë. Në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, fluksi në dalje është dukshëm më i lartë. Sipas të dhënave të 24 orëve të fundit, janë përpunuar gjithsejt 10.716 shtetas në hyrje dhe dalje, ku 7.643 shtetas kanë dalë nga territori shqiptar, ndërsa 3.073 kanë hyrë në territorin shqiptar. Pak e mëzishme losme, po çfarë të bëjmë? E kështë parashikuar këtë pritje? Jo, me të ndërtër jo. Asnjëherë. Herë pak që më do të më njërë, se para. Jemi të pak të në ka rëndësi që funksionojnë, punojnë dhe pak me do vojnë, pak do ikim. Do ikim të punë kemi ne. Ajo që pam sot është një gjë që asnjëherë nuk kemi ndeshur. Do me thënë kemi një orë që presim nga pjesa deri 100 metër dhe presim akoma. Dhe me e gjysmore. Si është? Se ka me vesh, po. Të në trafik, që të bëni? Trafiku marë. E kishit parashikuar këtë pritje? Jo. Se tim që na pret për para, ma që ka munges personeli, ku dim gjene, dokumentaciones, kontroles, si dim. Kemi 2 orë këtu e nuk e dim sa orë dorim akoma. Ne jemi populli thjesht, vim, vizitojmë njerëzit tanë, për hallet tona, shpenzojmë në Shqipëri. Pala shqiptare po punon me 5 sportele në dalje të territorit shqiptar dhe 2 në hyrje, ndërsa pala greke po punon me 2 sportele në hyrje të Greqisë dhe 1 në dalje.